Sa i përket këtij koncepti, mund të them se është shumë i ri, ku një pjesë shumë e vogël e njerëzve janë të informuar apo e din për këtë. Aty ku unë kam marrë vesh pikse pari është kontaktet me Arjetën. Në një takim tjetër që kemi pas me Arjetën dhe ka tregu në çfarë projekti po punon, çfarë iniciative ka, edhe aty mu ka pëlqyer shumë edhe kam qenë shumë interesuar të marr pjesë. Dhe momentin kur është hap aplikimi, kam apliku edhe kam pas fatin të pranohem. Se pari mund të them që kam qenë me fat, që i kam takuar 3 zonja, shumë të mira, të afta dhe shumë të motivuara për të punu. Dhe ato ma kanë lecu edhe shumë punën time. Dhe me tonë kontaktet i mija me ntit janë shumë të leta. Dhe në takimet e para që i kam pas, normal ka qenë pak ma e vështirë mënyra e takimit, sepse pyetja e parë ka qenë ku e keni marrë numrin, apo se me keni kontaktu, mirë po pastaj komunikimi jonë ka qenë jashtëzakonisht i mirë. Edhe jam shumë e lumtur me rezultatin që e kam arrit. Sepse në takimin e parë kanë qenë shumë të struktura, mund të themi, shumë të pashpresa. Por në takimin e dytë dhe tretë, dallimin që unë e kam vrejt, duke filluar prej qëndrimit të tyre, duke filluar prej komunikimit me mu, kam qenë jashtëzakonisht e kënaqur. Dhe çdo herë dhe më shumë jam e kënaqur me to dhe të cilat kam një rezultat të jashtëzakonshëm. Dhe shpresoj që shumë shpejt të 3 do të punësohen dhe mendoj që do të është një sukses shumë i madh për mu.